Shpesh herë ne kemi dëgjuar një histori bile edhe në kohën e diktaturës është treguar në nxë sepse atëherë edhe muret kishin vesh. Më së shumti është treguar si Barcalet në nxë, por kur nuk u tha se kush ishte ai malsor që gaboi me vdekjen e Stalinit. Asnjëherë nuk u tha nëse historia ishte e vërtet apo sajes e njerëzve të mërzitur nga diktatura. Kur nuk u tha se në çfarë zone kishte ndodhur, nëse ishte e vërtet apo jo. E vërteta vonon, por nuk harron të dalin. Nipi i atij që u dënua me 10 vjet burg për vdekjen e Stalinit dhe për kacine e tij fetare, e kishte peng në shpirt ta ritregonte historinë e gjyshit të tij të burgosur. Me 2 mars 1953 vdeq Stalini. Me 2 mars nala Stalini. Atëherë partia, për mi dhënë vendin e meritum ti udhëheqësit proletar, organizoi në çdo qendër fshati, në çdo qendër lagje, një tubim ku e fton popullin me kjajt këtë udhëheqësma. I çojnë fjalë edhe Zefit, Zef Gjitovolejt. I qojnë fjallë me ardhën midis qendrës Berboshit se kena i topim. A i shkreti Zefi, ma si isha dhe zë shpijet, i gjira për mi shpallë të tanë shpija, për rashti ishin gjithë qa. U banu, është e pak si me banes, kur i darin para dhe malësor, dhe banshëm ko 1,55, edhe i gjeru e sert. E i thëtë, kë e pa Zef, pëse s'vjen me Zef? Qo është mërë thëtë ke punë, thëtë, qo mërë, pa pëse s'vjen? Po që keni mërë thëtë i një banë ftyrë, ishin qaravesh në ftyrë, njani di ishte ike dhe ka paku i sënit. Po që është mërë thëtë? Pas ke marrë gjanë vesh të ka dek baba Stalini, ka dek baba Stalini. Ba, ojtë për krishti thëtë. E po sa më afer, e shpirti i ti, i shodhë shka në Paris. Jo, i thëtë e nuk banë, si më nuk banë, po i zërfën mërë. Jo mërë thëtë nuk banë. U thëtë pali, po kë Stalini mëso kanë musliman, më thëtë. Allahu thëtë, e më shiroft, i shpirti i ti, i shodha shka gjenet. Jo, i thëtë, jo, qëfar, nuk banë, po si mërë s'banë thëtë, po që më bo, kë i Krishtit ja, i Muhammedit ja,
Atëherë që mi thonë ti, është mi thonë, i hangër shpirti mot. Për e këtë fjallë, zëvëzit, volej, laka që e kanë thirë, ka lej vujtit më të mërshme, pra sistemi i shkatroj një balsor vërmoshit, i shkatroj komplet jetën. Në vjetë që më kënë, pa i badhe e talo, më kujtojt, u shpa puna për i blidhe. I blidhe thonë është, i hena u shpallë zotë të shpje. Pa ne i mëra, pa dole kureli të thonë, jove zotë të shpje, pa kush dole sa kanë me kureli atir me lejmërua. Kjo vënua mas hadhet e mas punët, e kanë ndalë më lidha, ba më lidhja, më rekullia zotit kjo, mas më lidhes. A që a njës me dalë, kësë ka ditë që se përfundojmë lidhe, po pa dalë më lidhe. Ka pas në Kapërcyll, në tokë të hinë, në frenë parit i kanë pa thonë brejt e shkolla, me dalë me hinë se në kënë Kapërcyll atyr varët e shpia. Kanë hasë dë shokë, i kanë thonë zë fenë, ka thonë. Po pëse zole më lidhe zë, po jeshtu për zotën mas hadhet e. Tërë bakti i shumë e hava dhe nejse në parë, di që në kënë blidhe, jo, përsa zi që në shumë ka soljo. A kënë Stalini i likë. Së më këni ka zohë me shku me po, ka thonë njërë, e ke fjallë zot me hi gjana për rësi. Së më këni ka zohë me shku me po. Jo, e sen, pa ka dek. A dhe Kristi e pasë në Paris, ka thonë. Jo, nuk do të me thonë ashtu, po si do të me thonë. Pa është rahmet, asa është më thotë që përënuan. Pa si me thonë, morëshin 500 drejse ju këtu ata atje. U me vëllë tefteri. Zevgjetja, ose si e thërrisnin ndryshe Laka, kishte lindë në vitin 1909. I fisit Rudaj, nga Mahalla Gjonovic, në vitin 1913, kur malazëst hynë në selës të Kelmenit, është bërë një beteje përgjakshme në mes shqiptarve vëndas dhe malazezve pushtus. Nga familja e Zevgjetos i vrasin 3 axhat dhe baben e tij. Zefi mbetet i vetëm, jetim dhe në moshë të vogël, fëmijë i mitur. Tokën dhe pasunin Zefi e kishte në Selc dhe në gropat e Selcës, por nuk kishte kush ta punonte. Një mahallali dhe shefitar toket me Zefin, që jetonte në Vermosh, i quajtun Gjergj Cufi, i gjinet ati në kohë të vështira, ose më ndryshe për mbijetesë për jetën. Gjergj Cufi nuk kishte pas djalë, e merr Zefin e vogël nga Selca dhe e qet tek shtëpia në Vermosh, edhe përgjithmonë e trajton si bashkëzot shtëpie. Tash ti baba em i të Zevgjetja, por me 2 axha edhe me babë. Ky ka linë, i ka lënë e ama 6 muaj. I ka dek nona, derisa shkjo në atë kohë që ka hi, ka grabit tonë 70 e sa mashkuj në Selc, i ka qitë e pushkatur në Koprisht, nere ta janë kënë e këta 2 axhat e këtina edhe baba. Edhe ky ka veti vetën. Në atë kohë, se ky si doja ka pas starët e tinësit. Gjergj Cufi ka një njërë pasonik, i njërë me zonë si Gjergj Cufi, s'ka pas djallë. Në mahallë kanë kënda, po jo dhe ta qtafërët. E ka more, e ka prunë të vetja, e ka bojnë djallë vetin, e ka rrit, e ka martua, e në ka pas atër një jetë tonë vetë një masjajtë. Zevgjetja rritet dhe kryon pasuni, shumë baktit himta, lop, pëndqesh për punë të bujqësisë. Deri kur mbyllen kufit me ish Jugosllavin, a i dimron të baktit e ti në shtoj Tulqinit. Në shtoj Tulqinit, a i kishte edhe kushrit e vetë. Dhe sot, në ditë tona, ekziston kulla e Gjonelezit të shtoj Tulqinit. Ndërsa në Vermosh, Tok Elivalle, i kishte në Velan dhe në Bjesht në Bishtna të Jeshidolit.
Zevgjetja është martuar me Agelucen e fisit Gjora Pukaj nga Vukli Kërmendit dhe patën 6 fëmijë, 4 djem, Anon, Perin, Gjonin, Nikolën dhe 2 vajza, Hanën dhe Vitoren. Në vitin 1945, miqtë e Zevgjetos pushkatohen dhe nga gjithë fisi mbetet një mashkull 17 vjeç, i cili ishte nipi i Kolmaqit Hotit që ndikon në familjen e jetën e tij. Nona e me martu me Zefin e bia e Luz Gjarapuks prej Vuklit e shtëpisë në Gjonit. Në Gjarapuks. Në Gjarapuka në atë kohë, njerë pasionik, po, ja unë kamre i pushkatuar e i qënë në burkë, tonë e kanë ndekë, burgët e kanë ndekë. Martu me ta, e kanë jetu, ka pas e ta. Mi, kem jetu e aty, kem kalua. Kalvari i jetës së vështirë për Zevgjeton fillon atë ditë te kapërcejt e Franpalit, kur takoi shokët e partisë. Aty ku filloi skandali politik i Zefit për vdekjen e Stalinit, batutat e cilit masi e bëjnë nervoz bashkëfshatarët e tij që i shërbenin me shumë devotshmëri sistemit. Ata i treguan për vdekjen e Stalinit dhe kur Zefi u inatos, ata të 3 e kërcënuan një zanit. Do ta shohësh mirë këtë punë dhe këtyre fjalëve do t'u shohësh sherrin, i than ata atë ditë. Kjo lidhja, kjo puna s'dim gjë, vjen të shtëpia, marrin vesh merr vesh nona fjalë që i të thonë, tash aty kanë njëse në mrame, anë mas njëse, për sotën nuk di mirë, janë të 2 ditë ka pas. Hogër me darkë, në atyre ke pas me nejnë posta, në qardak janë të busë farumit e gjarmje, kërse qenë jashtë, i bibi, fup mrenë, hajtë i ardhen me nejnë sofere, shuka një s'ka do. Kur më qenë soferet prapë, kërse qeni, dalin 2-3 oficera. Për rrugës, me automatiku ndorë, fut për dhe 3-4 ushtarës, disa 300 gjenëzish, fut mrenë, ta shtim dera të duhet mu qilë derën kë. Ati nuk e di pat madhot e në krash, ati nuk e di mirë të ashti. A thonë pretendojës dhe dreshën se po vikë, e kapën ta, dhe në shifirë në direkt derës e to. Ju mojë fje shenje. E të i briti dikush për i ty një tha. Tash i tha, nemen partisa, nemen popullit, një gjon për të dyja për meni, je arrestuan për shdrejt që një kam bon kuj, tha mu tha. Edhe shku gjo mo. Mo në lidhen e futën në danej, atja tjerë disa pyetje, për njëshim ka bon të bej. Pyetje se qëfar t'ja bon shumë, së njëshim të. Dhe të njëshim të bon bej. Qo për ata, jo për këta. Si përfunim atër lidhen aty e lanë në një karrik, e t'i hinë shpis, more mrep se s'lanë gjo, po mrepshtua, e po kontrollua, e morë në shkuan, për nishin e Elen Vaselis, në nuk e dishim se i kanë arrestua, se po atë nëtë pasan për arrestua dhe këtë. Dhe kanë qitë në kompani, se kompani e kemë thonë të shpje prej salit. E arrestojnë atë natë, e mbajnë të lidhur këmbeduar në postën e kufirinit. Të nesërmen, arrestojnë edhe një bashkëfshatarin e tij i quajtur Nishi Elen Vaseles, Nikol Tinaj. I kanë lidhur doradora me pranga dhe përgjatë rrugës Vërmoshit, të shoqëruar me ushtar të armatosun, i kanë qunë degën e punëve të mbrëmshme në Shkodër. Kur te ura që çonte te shtëpia e Zefit, ishte i biri 13 vjeçar. Ka pati atin e lidhur me gjithë Nishin, por ai nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte me baben e vet, dhe i thret: "O, hajde more se nuk ka kush i godit baktin." Por djali nuk mori përgjigje. E morën Zevgjeton, duke e lënë bashkëshorten Agen me fëmijë minoren.
Ajo ishte shtatësan me Nikollën. Neset, anë mas neset, një mirë mora u me qëdhit, ka shkoj zodhit atje me shku me to, që këjonë sa ne në rrugë, së këte i vot, e atë i vot, lidhën dy durët më rapën, edhe krah për krah me një ishin. Në gjyqin e dënimit të Zevgjetos ishin të 3 dëshmitar të asaj ditës vdekjes Stalinit dhe një grua që ishte marrë për të përforcuar dëshminë e tij kundër partisë e Stalinit. Njëri nga dëshmitar që ishte antar i Partisë Komuniste i ka dalë dëshmitar nga prapaskenës e jo si të tjerët. Zefi i ka thënë, "Del more se ta një zanin se jemi rrit bashk." Gjyqtari i ishte drejtuar Zefit. "Mos foli pandehur." "Jo, i pandehur është ai që nuk ka burrni me mdal përballë." Gjykata e ka dënuar me 9 vjet e 3 muaj burg. Shkodra të qune kanë panej, a 3 muaj nuk di sa kanë e tosia për zote, për e qitë të gjyzjet nuane, e nuan 10 vjet burg, e 3 vjet po drejt frontit, mas me vatu për frontin. Një ata e të në cikë vistrimi i pasonisë, i shpise, këtyre të e nuan në burg e që erdhën e muren baktina të cikë vistrimi. Ishin prap antari i Këshillit Komitetit duhej atje. E morën Zevgjeton duke e lënë bashkëshorten Agen me fëmijë minoren. Ajo ishte shtatësan me Nikollën. Nikolla do të lindte kur baba i dënohej me burg se kishte fol jo mirë kundër Stalinit. Gjykata e ka dënuar me 9 vjet e 3 muaj burg. Vitet e dënimit i ka kry në burgun famkeq të Qafbarit. Gjatë gjithë kohës së burgut nuk kishte kush të shkoje ta shikojë Zefin, vetëm bashkëshortja Age 3 herë me shumë vështirësi për një grua të vetme. Nana pas drejtë ka po, për çdo 2 herë në vit ka shkua. Shënkollit me që përdimin, për vjet të në lanë ne, pesa e më kënë një aty. Bile thote, shkoj thote tjerë që vje shpin, lesa në djekë shpia për kanë marrua dhe fëmijën ta, se se janë zotë me talë asur gjo. E jo është të galu e jita. Hajt, i ku puna. Zevgjetja, mas i doli nga burgu, gjeti në oborrin e shtëpisë tij djalin e vogël Nikollën, që e kishte lanë në bark të nanës. Edhe e pyet, "I ku i je more djalë?" Nikolla i vogël i përgjigjet, "I nanës, po ku e ke baben?" Ashtu shtari përgjigjet Nikolla. Ai jo vetëm që se njihte t'jatin, por nuk e dinte as se ku ishte. Me shku me te Shkodër, se për lirohet laka. Shkoj veç ditë me ka më bona në Shkova, ne e ditë në Shkodër, nuk kërth kërkush. Dhe shkoj mas programit, së t'irohi këj vend për nesë lirohi tjetri, në bazë të rethet. Dolla në shpi, a kanë pranverë, tu përnua me nuan pas dritë, tu boj muri atje në shefi me mirë kaj, shohim se vjen 2 vjet rrugës Velanit, po njënër ata i të Luk Keku ndodhë në Shkodër. Edhe laka i në ma bashkë, e ki nara. Erë të afer shpijet e në thirën në hajle jere, kur shku me në dhe se nishim mërë mirë. 17 ditë që më kënë kur ka, ardha të në ndjeqë mërë, pa i ba, a djetë halën përke. Erë të u lirua, shkoj puna, nditë që në shpi 77 vjeqë, e shkoj atere për gjithmonë. Shkoj jatë të punë, ata në qithë nuk e kishin me pakon me sytë badhit, jo. Gjithmonë si me orejtë e kësyrëshin. Po, që me i banë nuk ishin se kite penalitetet, je liru me dokumenta, vetëm s'ka drejt me dalë me votuar për frontin, se me marëm lidhe ka drejte, tana me shkuar të shkok të gjithkun, me drejt plot, vetëm për frontin, mas me votua. Po atyra kanë ba leja në delë purve më nënë që me dalë në bjeshk. Për ndje që ishim në zonës kufitare, duhej me pas edhe i sej
gërmet prej deget. Se ne kishim ishte drejten, po jo krejt. Ma hoqen mua në drejt. Shumë lanë për 5 vjetë, me nej në vri, mua më dukejnë se u bo nami në dënuan, mua dhe nuk Zefin, se këta ishin kulak në atë kohë. Si përfunim atë në tjevonë, ne i hoqen atër kemë dalë në bjeshkë. Kanarë, kanë dalë, nuk ka poshtë në përdetim. Kur kanë bo ndazëm e kështu, tonë dhe në kanë tirë ndazëm, Zefi më zlinë ndazëm. Pa mira ta mishera ki jetë tonë këta, jetë qitë të shpijat. Vetëm mas me shkuën të komunistat të ndazëm, jo, së kenë. Edhe arsye shime ishte me së shkua, se ata ishin kundra tina, edhe kujte kundra tine. Kur i fjallë mirë me ta nuk mund e flitë kur bëhe e shkur pjesë ata. Atëre ashtu me pra. I koha, herë i koha, ndi që shkoj, kur ka dek, në dukësit, ndisit, si të vra më dukten, në dukten. Thoshim tanë shokët, tanë njëzis stash për në djekush, me na pa për ta. Po si përfunim erdhen të tonë, në vetën hati që kanë zakoni saj. E vërteta vonon, por nuk harron të dalin. Nipi i atij që u dënua me 10 vjet burg për vdekjen e Stalinit dhe për kacine ti fetare, e kishte peng në shpirt ta ritregonte historinë e gjyshit ti të burgosun.